Fatos Nano nuk jeton më. Ai u shua në moshën 73 vjeçare mbas lëngimit prej disa javësh në një spital në Tiranë. Lajmi i keq më gjeti rrugës duke shkuar për malin Atos për xhirime. Gjithsesi, do doja t'i shpreh ngushëllimet familjes tij të ngushtë, familjes tij politike dhe gjithë njerëzve që e deshën dhe ishin të afërt me të. Fatos Nano është një prej politikanëve më të rëndësishëm post-komunist Shqipërisë. Ai ishte njeriu që udhëhoqi tranzicionin e Partisë Komuniste në një të majtë moderne. Ai ishte 4 herë kryeminist i Shqipërisë, madje herën e dytë i pari kryeminist i dal nga zgjedhjet të lira dhe pluraliste në Shqipëri. Ai drejtoi qeverinë shqiptare nga shkurti deri në prill 1991, nga prilli 91 deri në qershor të po atij viti. U rikthye kryeminist në vitin 1997 deri në vitin 1998, si dhe nga shtatori vitit 2002 deri në shtator 2005, kur dha dorëheqjen duke u bërë i pari politikan shqiptar që mbajti deklaratën dhe e zbatoi atë kush humb zgjedhjet largohet. Fatos Nano thash ishte një politikan liberal. Ai ishte po ashtu për 15 vjet drejtuesi i Partisë Socialiste, nga qershori 1991 deri në shtator 2005. Qëndroi 4 vite në burg në vitet 1993-1997. Toleranca dhe qytetaria ishin 2 nga karakteristikat kryesore të tij. Ai ishte njeri që ndau pushtetin me personazhe të tjerë politik, të partive aleate apo të partisë tij dhe frymëzoi rritjen brenda partisë të politikanëve të tjerë. Fatos Nano ishte larguar prej 20 vitesh, po hija e tij në politik ishte e pranishme. Ai që një njeri modern, ai që një njeri tolerant dhe për fatin ton të keq është një humbje e madhe për Shqipërinë. Ai që një prej atyre njerëzve që të majtët e besuan, Partia Socialiste e besoi dhe ndoqën deri në fund. Ndaj unë dua t'i shpreh ngushëllimet familjes, por dhe të gjithë atyre njerëzve që kanë dashur dhe kanë besuar tek ai. Është një humbje edhe për mua, që sikur se thash, e kam pasur gjithmonë emisionet e mia që prej fillimeve. U presh në paqë Fatos Nano.